Vetëm disa ditë pas festës së Krishtlindjeve në Kosovë, pritet të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, një moment vendimtar për politikën dhe shoqërinë kosovare. Gjatë meshës së Krishtlindjes, i peshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji, uroi qytetarët dhe përveç mesazheve për paqe dhe harmoni, ju drejtua politikës dhe qytetarëve për një apel të veçantë për përgjegjësi qytetare. E ndjej të nevojshme t'juftoj që në zgjedhjet e pas Krishtlindjes të jemi të përgjeshëm për të marrën vendimin si mas ndërqeqës e për të restauruar gjendjen në të cilën kemi jetuar vitin që kalon pas, duke kryer obligimin qytetar ashtu siç duhet. Pasi kështu, do të kontribuojmë të gjithë që vendi ynë të ketë një stabilitet të qëndrueshëm politik, të përshpejtoj hapat të drejt familjes evropiane dhe të arrijë të ruaj lerat bazike të shoqërisë tonë. Peshkvi thekson se vetëm përmes përgjegjësisë së përbashkët dhe angazhimit qytetar mund të ndërtohet një shoqëri më e drejtë. Ai nënvizoi se vendimet e kujdesshme dhe të ndërgjegjshme gjatë votimit janë themeli për të siguruar një të ardhme më të qëndrueshme, duke forcuar stabilitetin politik dhe duke avancuar integrimin e Kosovës në familjen europiane. Mesazhi i Dodë Gjergjit është një kujtesë për qytetarët se roli i tyre aktiv në procesin zgjedhor është kyç për ruajtjen e vlerave demokratike, për paqen sociale dhe për zhvillimin e vendit në vitet që vijnë.